Meditani tani në Kosovë, partitë opozitare atje thonë se koalicioni aktual qeverisës është i paqëndrueshëm dhe si i tillë bën që zgjedhjet e parakohshme për pushtetin qendror të jenë të pashmangshme. Komentet e tilla pasuan debatet rreth mundësisë së ndryshimit të koalicionit qeverisës, vazhdimësia e të cilit u rikonfirmua nga të dyja partitë në pushtet. Opozita në Kosovë thotë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme, ndërsa partitë në pushtet thonë se qeveria aktuale mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e përgjithshme që duhet të mbahen në vjeshtën e vitit 2011. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonard Sheu. Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës rikonfirmuan vazhdimin e qeverisë së përbashkët, duke shmangur krizën qeveritare që u duk se kulmoi në natën midis të enjtës dhe të premtës. Ndonse të dy partidje deklaruan se koalicioni tyre është i pacenueshëm, opozita ka vazhduar reagimet e saj duke kërkuar madje edhe zgjedhje të parakohshme për pushtetin qendror. Përfaqësues të opozitës thonë se veprimet e këtyre detëve dëshmojnë se koalicioni është i paqëndrueshëm. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, tha sot se zhvillimet e fundit rreth koalicionit qeverisës është porosi jo e mirë për vendin dhe qytetarët e tij. Zhvillimet e fundit politike në institucionet e vendit, e në veçanti sjelljet e dy partnerëve të koalicionit qeverisë, PDK dhe LDK, japin pasqyrë të errët për institucionet e shtetit Kosovës. Kjo sjellje është porosi se në vend nuk ekziston politika shtetërore dhe se koalicioni aktual PDK, LDK është i projektuar mbi bazën e interesave personale. Veprimet e parëmbrëmshme dhe deklarimet politike të dy partive në koalicion, PDK dhe LDK, tregojnë qartë se sa është i paqëndrueshëm dhe jo funksional pushteti aktual. Gjykuar nga zhvillimet rreth koalicionit qeverisës si bëjnë zgjedhjet e parakohshme të pashmangshme, thon përfaqësuesit e opozitës. Por partitë në pushtet në deklaratat e tyre thanë se koalicioni mbetet në fuqi deri në zgjedhjet e radhës për pushtetin qendror, që pritet të mbahen në vjeshtën e vitit 2011. Mundësitë për lëkundje në koalicionin qeverisës janë diskutuar edhe gjatë tërë fushatës për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, e cila është përshkuar nga një gjuhë e ashpër ndërmjet partnerëve të koalicionit. Kjo gjuhë nuk ka pushuar astash në prag të raundit të dytë të këtyre zgjedhjeve, ku konkurrentët më të shumtë për kryetar komunash janë kandidatët e partive në pushtet. Koalicioni ndërmjet rivalëve të vjetër Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës pasoi zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit të vitit 2007. Marrëveshja për bashkëqeverisje u arrit në fillim të janarit të vitit 2008, ndërsa një muaj më vonë, më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë e cila është njohur nga 63 vende të botës. Shteti i ri kundërshtohet ashpër nga Serbia, e cila ka kërkuar që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të japë një opinion mbi ligjshmërinë e saj. Procesi në këtë gjykatë pritet të fillojë me 1 dhjetor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.